Flamurtari fiton 2-1 përballë Kastriotit në Vlorë në një ndeshje ku gjithçka është zgjidhur vetëm në minutat e fundit të saj fal një goli të shënuar pikërisht në minutat e fundit nga mesfushori Pieshka. 3 pikë shumë të rëndësishme në një ndeshje edhe të tensionuar, ndërsa tashmë vlonjatët i afrohen edhe me 2 pikë vendit të parë, por duke mbajtur distancën me vendin e tretë dhe duke vijuar rrugën drejt Superligës. Ka qenë një ndeshje mjaft e vështirë ajo e luajtur të dielën në Vlorë mes Flamurtarit dhe Kastriotit, ndërsa takimi nuk ka nisur mirë për ekipin vlonjat, teksa janë gjetur në avantazh të një goli që në minutën e tretë të saj. Ka qenë pikërisht Hoxha për Kastriotin që ka kaluar në avantazh të miqt, ndërsa me rezultatin 0-1 është mbyllur edhe pjesa e parë. Pjesa e dytë ka qenë totalisht e dominuar nga ekipi Flamurtarit, ashtu si dhe 45 minutat e para, por ndërkohë nga ana tjetër ekipi mik ka bërë ç'është mundur për të dalë me të paktën 1 pikë nga stadiumi i qytetit të Vlorës. Në minutën e 69 është Shkurtaj, i cili do të realizojë edhe golin e barazimit, ndërkohë që rastet për ekipin e Flamurtarit kanë qenë të shumta në këtë takim. Megjithatë, goli i fitores për ekipin vlonjat do të vinte vetëm në minutën e 95, që është realizuar nga mesfushori Pieshka, duke i dhënë fitoren Flamurtarit në shifrat 2-1. Një ndeshje mjaft e luftuar për Flamurtarin, që ka djesitur shumë për të arritur te 3 pikët, por gjithsesi është një fitore me shumë vlera pasi e ngjit ekipin vlonjat në kuotën e 65 pikëve. Me këtë fitore, ekipi Flamurtarit i afrohet Vorrës së vendit të parë me 2 pikë diferencë, ndërsa ruan në 7 pikë diferencën me vendin e tretë që mbahet nga ekipi i Besës. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Andrea Gostinelli ka vlerësuar shpirtin e lojtarëve të tij, duke theksuar se ishte një ndeshje mjaft e rëndësishme dhe që fitoria vlen shumë. Una vittoria difficile, abbiamo preso i 3 punti in fondo, è importante che abbiamo preso i punti. Sì, guarda, io voglio ringraziare oggi i ragazzi proprio personalmente perché hanno dimostrato di essere un gruppo straordinario di poco. Dua në rreth të falenderoj çunat sepse kanë treguar një karakter, të them të mrekullueshëm është pak. Ata janë kryesorët që duhet të falenderoj. E voglio ringraziare anche il pubblico perché alla fine l'ho visto insieme a noi gioire per questa partita di grande sacrificio. Dua të falenderoj dhe publikun, tifozat që në fund po entuziasmohen bashkë me ne dhe na mbështetën shumë. Perché come noi lo sappiamo, ma lo sanno ancora meglio loro che questo è un campionato dove ci sono le altre squadre tutte contro il Flamurtari. Çunat e dim, po e din të gjithë që janë ka ekipe që janë pothuajse të gjitha kundra Flamurtarit. Noi non abbiamo mai avuto una partita che la squadra avversaria abbia giocato in modo lento, ma abbia sempre fatto la guerra e la partita della vita. Ne s'kemi pasur kur një ndeshje që ekipi kundërshtar të loste pak lehtë, gjithmonë kemi bërë luftë dhe luftën botërore. E per questo che sono ancora più orgoglioso dei ragazzi. Dhe për këtë jam akoma më krenar për çunat. Janë edhe disa herë deri në fund si e shikon luftën, Vorra ka barazuar sot. Sono ancora 6 settimane fino al fondo, il nostro Vorra ha pareggiato oggi. Sì, ma voi pensate che siano amichevoli ogni volta che andiamo a giocare? Ormai noi lo sappiamo che fino all'ultimo per noi, a noi ci faranno la guerra, tra virgolette. Io mendoni se do ta kemi të lehtë deri në fund do ta bëjnë luftën ma noi riusciremo a fare quello che ho detto il primo giorno che sono arrivato qua. Ne do t'ia dalim atë çka kam thënë që ditën e parë ku kam ardhur. Nga ana tjetër, trajneri i Kastriotit Hima ka theksuar se kjo ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për Kastriotin, por në fund bën diferencën kualitetet e Flamurtarit që merituan fitoren. Një takim i humbur në fund, një ndeshje nëse mund të themi më shumë se e luftuar. Po, si qatë edhe ju, kur goli i humbjes vjen minutat e fundit, sigur djeg më shumë, por i kishim përballë një Flamurtar të fort, normalisht, të mirë investuar, dhe si mbetet asgjë tjetër veç që ta uroj për fitoren dhe të uroj sa më shpejt ta shohim në Superligë. Ka ndryshuar gjë nga Kastrioti, sepse sot kemi parë një Kastriot që mund të luftonte edhe për vendet e para. Kemi është kam një muaj në Kruj, e munduar të punojmë fort, kemi bërë ndeshje të mira, por edhe fatin se kemi pas veti. Por tani gara është e rrezikshme, e fort, edhe nga poshtë, duke parë edhe ekipet kundërshtar, ekipet që kemi afër kanë fituar. Që pikërisht për këtë arsye luftuam, nuk arritëm. Prisni Vorrën javës tjetër, do të shikojmë të njëjtin Kastriot si sot në Vlorë? Normalisht që po. Kemi ndeshje fort dhe është një finale për ne.
Ndeshjen e radhës, ekipi i flamurtarit në kampionat do ta luajë fundjavën e ardhshme, ku do të udhtojë drejt Lushnjës në një ndeshje tjetër të rëndësishme me qëllimin për të marrë 3 pikët.